Në emrin e Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Amin. Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin. Sot kisha jon kremton mbledhjen e 12 apostujve. Menjëherë pas festës së Shën Pjetrit dhe Shën Pavlit, kisha na mbledh për nderuar gjithë apostujt së bashku. Dhe pyetja që na lind natyrshëm është: çfarë mund të na mësojnë sot disa peshkatarë që jetuan rreth 2000 vjet më parë? Në pamje të parë duket sikur bota e tyre nuk ka asgjë të përbashkët me botën tonë. Ata nuk kishin telefona, internet, rrjete sociale apo inteligjencë artificiale. Por nëse shohim më thellë, do të kuptojmë se zemra e njeriu nuk ka ndryshuar. Atëherë kishte frikë, pasiguri, tradhti, egoizëm dhe kërkim të kuptimit të jetës. Edhe sot janë po të njëjta plagë. Kur Krishti pa turmat, u ngjilli thot se ju dhimbsën, sepse ishin si dele pa bari. A nuk është edhe shoqëria jonë shpesh kështu? Sot njerëzit dinë gjithçka për botën, por shpesh nuk dinë ku po shkojnë. Kemi mira ndjekës në rrjetet sociale, por shumë njerëz ndihen më të vetmuar se kurrë. Kemi shtëpi të mëdha, por më pak paqe brenda tyre. Kemi më shumë mundësi, por edhe më shumë ankth. Në këtë botë, Krishti nuk kërkon superheronj. Ai vazhdon të kërkojë njerëz të thjeshtë. Shikoni apostujt. Pietri ishte impulsiv. Tomai dyshonte. Mateu kishte qenë tagramledhës. Ata nuk ishin njerëz të përsosur. Megjithatë, Krishti nuk pyeti sa të Zot jeni. Ai pyeti vetëm: a jeni gati të më ndihni? Edhe sot Zoti nuk pret që ne të jemi të përsosur para se të vijmë në kishë. Përkundrazi, ai na pret pikërisht me plagët tona. Shpesh dëgjojmë njerëz që thonë: kur të rregullojmë jetën time, atëherë do të afrohem në kishë. Por kjo është sikur i sëmurit të thotë: kur të shërohem, atëherë do të shkoj tek mjeku. Kisha është vendi ku shërohemi, jo shpërblimi për ata që janë tashmë të shëndetshëm shpirtërisht. Apostulli Pavli në letrën që dëgjuam sot nuk flet për sukseset e tij. Ai nuk numëron mrekullitë që bëri, përkundrazi flet për urinë, etjen, për ndjekjet, fyerjet, mundimet dhe pastaj thot diçka të jashtëzakonshme. Kur na fyejnë, bekojmë. Kur na përndjekin, durojmë. Sa e vështirë është kjo për ne? Mjafton një koment në internet dhe zëmërohemi. Mjafton një fjalë keqe dhe na prishet gjithë dita. Mjafton një debat në familje dhe nuk flasim me njëri tjetrin për javë të tëra. Apostujt na tregojnë se forca e krishterë nuk është të fitosh çdo debat. Forca është të mos humbasësh dashurinë. Një tjetër sfidë e kohës sonë është se kemi shumë zhurmë dhe shumë pak heshtje. Telefoni na zgjon në mëngjes dhe është gjëja e fundit që shohim para gjumit. Kalojmë orë të tëra duke parë ekranin, por ndonjëherë nuk gjejmë as 5 minuta kohë për të lutur. Pyetja nuk është nëse telefoni është i mirë apo i keq. Pyetja është: kush po drejton zemrën time? Krishti apo ekrani? Apostujt e lanë rrjetën për të ndjekur Krishtin. Ndoshta Krishti nuk na kërkon të lëmë punën apo familjen, por na kërkon të heqim dorë nga ato gjëra që na largojnë prej tij. Një sfidë tjetër është familja. Sot shohim prindër që punojnë shumë për të siguruar fëmijëve gjithçka materiale, por nuk gjejnë kohë të ulen me ta në tryezë, të luten bashkë ose të flasin nga zemra. Apostujt na kujtojnë se nuk mund t'u lëmë trashëgim fëmijëve vetëm një shtëpi apo një llogari bankare. Trashëgimia më e madhe është besimi. Fëmijët nuk mësojnë Krishtin vetëm nga predikimet dhe mësimet në kishë. Ata e mësojnë duke parë prindrit e tyre të falin, të luten dhe të jetojnë me dashuri dhe ndershmëri. Të dashur besimtarë, ndoshta ne mendojmë se nuk mund të bëjmë gjëra të mëdha për kishën,
por as Krishti nuk u kërkoi apostujve të bëjnë gjëra të mëdha në fillim. U kërkoi vetëm të ishin besnik. Ndoshta nuk mund të predikojmë para mira njerëzve, por mund të këshillojmë një njeri që vuan. Ndoshta nuk mund të ndërtojmë një kishë, por mund të ndërtojmë paqen në familjen tonë. Ndoshta nuk mund të ndryshojmë gjithë botën, por mund të ndryshojmë mënyrën si flasim me bashkëshortin, me fëmijët, me prindrit ose me kolegët. Shenjtëria fillon pikërisht aty. Në fund, le të kujtojmë se apostujt nuk fituan sepse ishin të fortë. Ata fituan sepse nuk u ndan kurrë nga Krishti. Edhe ne do të kalojmë sprova, do të kemi ditë të mira dhe ditë të vështira. Por nëse Krishti mbetet në qendër të jetës sonë, asnjë vështirësi nuk do të jetë më e madhe se shpresa që ai na jep. Le të lutemi sot 12 apostujve të na mësojnë të kemi besim si ata, guxim si ata, përulësi si ata dhe dashuri si ata. Dhe kur njerëzit të na shohin, të mos thonë vetëm ky është njeri i mirë, por të mund të na thonë ky njeri është i krishterë. Amin.